Vdes në moshën 65 vjeç aktori famshëm amerikan Val Kilmer. Val Kilmer, aktori i njohur amerikan që luajti Jim Morrison dhe Batman, është ndar nga jeta në moshën 65 vjeç. Shkak ishte pneumonia, njoftoi vajza e tij, Mercedes Kilmer. Kilmer u diagnostikua me kancer në fyt në vitin 2014, por arriti ta mposhte sëmundjen. Megjithatë, pasojat e kësaj betejë në shëndet ishin fatale për të. Val Kilmer lindi në Los Angeles në 31 dhjetor 1959 në një familje me origjinë skoceze, irlandeze, suedeze dhe gjermane. Prindrit e tij u divorcuan kur ai ishte 8 vjeç, nëna e tij u zhvendos në Arizona, ndërsa Kilmer kaloi pjesën më të madhe të fëmirisë së tij në luginën e San Fernando me baban, vëllezërit dhe motrat e tij. Ndërsa studionte, ai u vure nga regjizori Francis Ford Coppola, i cili i ofroi atij një rol në vitin 1983. Aktori refuzoi për të qëndruar në kompaninë teatrore ku bënte pjesë. Val Kilmer bëri debutimin e tij në filmin e vitit 1984 Top Secret, ku luajti një këngëtar amerikan në Berlin i cili përshtatet padashur në një komplot gjermano-lindor për të ribashkuar vendin. Në vitin 1991, ai u shndrua në Jim Morrison në filmin The Doors, 1991 të Oliver Stone, dhe 2 vjet më vonë ai luajti në True Romance, një aventurë e dhunshme shkruar nga Quentin Tarantino dhe regjizori Tony Scott. Në vitin 1995, ai u shfaq si Batman në filmin Batman Forever për krah zuzarve Tommy Lee dhe Jones dhe Lily Kerry. Jeta personale: në vitin 1988, Val Kilmer u martua me aktoren britanike Joanne Valley, të cilën e takoi në xhirimet e filmit për fëmijë të Ron Howard, Willow, në vitin 1988. Në 8 vitet e tyre së bashku ata patën 2 fëmijë, Mercedes dhe Jack, përpara se të ndaheshin në vitin 1996.